Bledi Çomo feston fitoren si deputet i ri në një atmosferë entuziaste mes qytetarëve që e mbështeten në këtë garë politike. Festa organizuar në Pogradec u cilësua prej tij si një mënyrë falënderimi ndaj çdo qytetari që i besoi votën. Ky është një sukses i përbashkët, u shpreh Çomo, duke theksuar se ky mandat do të jetë në shërbim të njerëzve dhe komunitetit që përfaqëson. Në fakt përkoj krejt rastisht dhe s'ka më mirë pasi janë dy festa shumë të bukura, pra çelët sezoni turistik, por ndërkohë që edhe unë me stafin dhe strukturat kishim menduar të bënim një falënderim të vogël, një trokitje gotash me miq dhe me shokët, me gjithë bashkëqytetarët tanë, e bëm këtu të hapur për arsyet që të mos kufizohet, pra kushdo mund të jetë pjesë e këtij gëzimi. Është një sukses për Pogradecin ajo çka u arrit dhe tashti është bara jon pra që të jemi sa më afër njerëzve, sa më pranë terrenit për të vazhduar përpara këto punë që ka nisur për Pogradecin për ta kaluar tashmë në një fazë tjetër, pra në një fazë akoma më të madhe. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, i cili uroi suksesin në detyrën e re, duke theksuar rëndësinë që deputeti i ri të qëndrojë sa më pranë qytetarëve dhe të jetë zëri i tyre në kuvend. Për kontributin e secilit socialist të Pogradecit, mendoj që në këtë ditë të këmbente me ta dy fjalë, po dhe të bënin nga një gëzuar, të uronin njëri tjetrin. Unë kam bërë detyrën time, sigurisht si kryetar bashkie, të jem krah për krah Partisë Socialiste dhe deputetit Bledi Çomo. I uroj atij shumë suksese dhe i sugjeroj që të jetë pranë të gjithë këtyre votuesve në probleme dhe në hallet që ata do kenë. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste në Pogradec, Erion Thëngjilli, vlerësoi rezultatin si një objektiv të arritur. Ai theksoi se fushata ka qenë intensive, por puna nuk kufizohet vetëm në një muaj, pasi sipas tij, angazhimi i tyre është i përditshëm. Çdo fund fushate ka dhe bilancet e veta dhe ne sot kemi të drejtë që të jemi të kënaqur pasi kemi realizuar objektivin ton, objektivin për mandatin e 4 të Partisë Socialiste, por patjetër edhe për përfaqësimin e Pogradecit në Parlamentin e Artë Shqiptar me deputetin e vet tashmë Bledi Çomo. Fitoria e Bledi Çomos shënon një kapitull të ri për përfaqësimin politik të zonës, me pritshmëri të larta për angazhim konkret dhe zhvillim të mëtejshëm.